Infeksionet dhe kruarjet intime, ilaçi në kushte shtëpie që do t'ju shpëtoj. Rreth 75% e grave kanë marrë të paktën një infekcion vaginal gjatë jetës së tyre dhe në qoftë se keni vuajtur ndonjëherë një shqetësim të tillë, ju e dini se ky është një telash i vërtet dhe mund të sjellë mjaft probleme në jetën tuaj. Ndaj ne kemi përgatitur një listë me mjekime shtëpiake që funksionojnë si antiseptik dhe antibakterial në mënyrë që të shpëtoni nga kruarjet dhe infeksioni. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës është një ilaç i mirë për trajtimin e kruarjeve vaginale për shkak të përmbajtjes antibakteriale. Ato gjithashtu ndihmojnë për të rivendosur ekuilibrin matur të pH-it në vaginën tuaj. Shtoni 2 lugë të papërpunuar të uthullës së mollës në një gotë me ujë të ngrohtë. Përdorini këtë për t'u shpëlar 2 herë në ditë për disa ditë rresht. Gjithashtu, në një gotë mund të përgatisni duke shtuar një lugë gjethe uthull molle dhe një lugë çaj mjalt dhe ta pini atë 2 herë në ditë. Larje me krip. Duke aplikuar një përzierje për shplarje ujë me krip, gjithashtu mund të lehtësoni kruarjet vaginale. Kripa do të kontrollojë rritjen e mikrobeve, duke shkatëruar infeksionin dhe nga ana tjetër do të reduktojë kruarje dhe parehatitë e tjera. Shtoni një lugë gjelle krip në një gotë me ujë dhe përdoreni atë për të larë vaginën tuaj sa herë që ju keni kruarje. Kjo do t'ju jap lehtësim të menjëhershëm. Nga ana tjetër, mbushni vaskën me ujë të ngrohtë dhe shtoni në të 1/2 filxhan kripe. Uluni në të në një pozicion të përshtatshëm për 10 deri 15 minuta. Përsëriteni 2 ose 3 herë në ditë për disa ditë për rezultate më të mira. Por duhet të dini, mos përdorni krip nëse keni ndonjë reaksion të lëkurës apo plagë të hapura. Hudhra. Hudhra është e njohur si antimikrobiale dhe antifungale. Për rezultate më të mira, konsumoheni të papërpunuar. Në një filxhan përziejmë 1 deri disa pika vaj hudhre dhe 1 lugë çaj të vitaminës C. Prisni 10 minuta, pastaj pijeni me ujë të ngrohtë. Përdoreni këtë ilaç 2 herë në ditë për disa javë. Mjalti. Mjalti pasterizuar është një tjetër ilaç efektiv për të ndaluar kruarjen. Ka veti antibakteriale dhe antifungale që ndihmon për të hequr qafet çdo infeksion mikrobial që mund të ketë shkaktuar problemin. Aplikoni mjaltin si vaj në zonën e prekur. Lëreni për 30 minuta dhe më pas bëni një banjë me ujë të ngrohtë. Përsëriteni të paktën 2 herë në ditë derisa simptomat të përmirësohen. Gjithashtu hani 1 deri 2 lugë mjalt të pasterizuar me një gotë me ujë të ngrohtë 2 herë në ditë. Ushqimet që duhet të konsumohen: kosi, kefiri, lëng boronice, vitaminë C përmes ushqimeve të tilla si lule shtrydhet, kivi, specat jeshil dhe të kuqe, brokoli, lakërishtet, avokadot, bajamet, arrat, farat e lirit.